shëndosh. Me pas besim të shëndosh do të thotë që besimtari musliman me e kuptu se nuk ka forcë më të madhe se sa forca e Allahu xhaleshanuhu. Forca e shtetit, forca e ushtarake, forca diplomatike, forca autoritative, ku ta di çka, këto janë forca të përkohshme. Forca e vetme që ngelen për gjithmonë është forca e Allahu xhaleshanuhu. E baza kryesore e jon është që ne të jemi besimtar me të vërtet, që ta duam Allahun xhaleshanuhu, ta praktikojmë urdhat e Allahu xhaleshanuhu ashtu siç jemi të urdhëruar nga Allahu xhaleshanuhu. Që me qenë besimtar në shembullor, duhet që të jemi të permanent në adhurimin e Allahu xhaleshanuhu. Çka do të thotë kjo permanent me qenë në adhurimin e Allahu xhaleshanuhu? Mos më u bë mendje madh. Ka njerëz të cilët kur fillojnë rishtazin me qenë praktikues të islamit, fillojnë kështu me vrull shumë të madh dhe pastaj bien poshtë. Po kjo çka është me qenë konstant në adhurimin Allahu xhaleshanuhu, me qenë besimtar stabil. Allahu xhaleshanuhu kërkon njerëz stabil, njerëz të cilët janë të përqendrueshëm. A dini vëllezër dhe motra se nuk ka gjë më të mirë për besimtarin musliman se sa përhapja e islamit me moralin ton, me sjelljen ton. Kjo është gjë elementare, ne po e shohim në perëndim se nuk ka gjë më të mirë se muslimanët ata të cilët kanë moral të mirë, ndikojnë shumë në shpirtat e të tjerëve. Ata të cilët nuk kanë moral të mirë, po pengojnë shumë dhe po japin një pasuri shumë të keqe islamit, i cili nuk është i tillë. A dini se sa kënaqësi e madhe me e pas një gjendje të tillë, me e pas një shok, vëlla musliman, me e dash vetëm për hir të Allahu xhaleshanuhu. Kështu ka